16 fëmijë, të cilët sipas autoriteteve dukeshin si kafshë të egra për shkak të kushteve ekstreme në të cilat jetonin, janë shpëtuar nga një shtëpi e vogël gjysmë e shembur në shtetin amerikan të Ohajos, ndërsa 4 të rritur janë arrestuar dhe po përballen me akuza të rënda penale. Zbulimi i rastit u bë nga Departamenti i Policisë së qarkut Vinton të martën në mëngjes gjatë ekzekutimit të një urdhri kontrolli si pjesë e një hetimi në vazhdim. Sipas autoriteteve, oficerët u përballen me një situatë të përshkruar si e tmerrshme, të paimagjinueshme për njerëzit, e aq më pak për fëmijët. Prokurori i përgjithshëm i Ohajos, Andy Wilson, deklaroi se gjendja brenda shtëpisë ishte e tillë që fëmijët as nuk mund të flisnin, duke shtuar se ata pothuajse dukeshin si të egër për shkak të izolimit dhe kushteve ekstreme. Sherifi i qarkut, Ryan Kane, tha se shtëpia ishte e mbushur me jashtëqitje dhe mbeturina, ndërsa një dhomë e vogël dyshohet se ishte përdorur për mbajtjen e fëmijëve për gati 4 vite. Ai e përshkroi situatën me një krahasim tronditës, duke thënë se shumica e bagtive tona rriten në kushte më të mira se këta fëmijë. Fëmijët e shpëtuar janë të moshës nga 18 muaj deri në 18 vjeç, si djem ashtu edhe vajza. Disa prej tyre ndodheshin në gjendje të rëndë shëndetësore në momentin e gjetjes, ndërsa 2 prej tyre u transportuan me helikopter drejt qendrave të specializuara mjekësore për shkak të lëndimeve dhe gjendjes së tyre kritike. 4 të arrestuarit, 2 prindër dhe 2 gjyshërit, akuzohen për 17 akuza për rrezikim të fëmijëve, një krim i rëndë sipas ligjit të Ohajos. Sipas prokurorisë, akuzat lidhen me shkaktimin e dëmtimeve të rënda trupore ndaj fëmijëve dhe neglizhencë ekstreme. 4 të dyshuarit mbeten në paraburgim me garanci të vendosur në shumën $300.000. Policia theksoi se sipas hetimeve paraprake, ky nuk është një rast trafikimi njerëzor, por një rast i rënd abuzimi dhe neglizhence familjare. Autoritetet shtuan gjithashtu se të dyshuarit nuk kishin vendas dhe se duket se kanë lëvizur në mënyrë të vazhdueshme në disa qarqe të Ohajos që nga viti 2008, duke shmangur kontaktin me sistemin shëndetësor dhe institucionet shtetërore.